Biznesmeni Mondi Mahalla, Edmond Hyka, u ekzekutua të dielën nga një atentat mafioz në Elbasan. Mësohet se shkak i organizimit të ekzekutimit të biznesmenit kanë bërë mosmarrveshjet për ndarjen e normës së fitimit në biznes. Gjithashtu theksohet se mes palëve ka pasur edhe incidente si pasojë e kësaj çështje. Policia bëri me dije se janë shpallur në kërkim dy persona të identifikuar si Marcelo Arani dhe Armando Kola, të dyshuar si autor të krimit. Në pranga janë vënë bashkëpunëtori i biznesmenit, si dhe roja i karburantit. Ky i fundit akuzohet për moskallëzim krimi, pasi nuk ka dhënë informacion. Konkretisht, 32 vjeçari Gino Ago dyshohet si bashkëpunëtor pasi i ka dhënë automjetin e tij njërit prej autorëve, Marcelo Aranit. Ai akuzohet për veprat penale vrasje me paramendim kryer në bashkëpunim dhe prodhim dhe mbajtje pa leje armëve shpërthyese dhe municionit, ndërsa Kujtim Pisha, 52 vjeç, akuzohet për veprën penale moskallëzimi krimit. Policia gjeti automjetin e përdorur nga autorët në fshatin Mirak të Librazhdit, disa orë pas vrasjes që tronditi vendin, gjithashtu u gjet edhe arma e zjarrit e përdorur në ngjarje.